themi që është pasioni që kam për verën, e dua si profesion. E dua si profesion se ka gjëra shumë të bukura, ka sfida të përditshme, ka shumë kuriozitet, është një gjë që nuk ndalon asnjëherë, është një gjë që ndryshon gjithmonë. Edhe ajo që është mbi të gjitha, unë mendoj që bëjmë produkt që kur njerëzit e kanë tavolinë, je vetë gëzim dhe socializim. Për shkak të këmbguljes dhe të vizionit të familjes time për të prodhuar një vaj premium, ne sot arrim që të prodhojmë një ndër vajrat më të mirë, ku jemi vlerësuar mbi 20 medalje ari në konkurset më të forta në botë, por gjithashtu duke eksportuar edhe një sasi të konsiderueshme të vaj të ullirit në tregjet më të mira në Amerikë, në Europë. Mendova se u rrita goxha profesionalisht dhe ishin dhe ambicjet e mia personale pasaj çfarë duhet bëja. Duhet të rija në Itali dhe të vazhdoja të isha punëtor, apo duhet të vija në Shqipëri, krijoja familjen time këtu. Krijoja biznesin tim këtu, do ishte më mirë dhe do jetoja më mirë. Dhe mendoj se kam bërë gjën e duhur, them drejt. Ne bashkëpunojmë me shumë familje fermerësh në zonën e Vlorës. Ne nga këta blejmë dhe ullirin, po gjithashtu ne përpunojmë dhe ullirin e këtyre fermerëve, të cilët sjellin sasi të konsiderueshme të ullirit. Ne përpunojmë vajin e ullirit për ta dhe ata pastaj e marrin ullirin pranë mbrapa dhe e shesin në mënyrat e tyre. E ardhmja unë mendoj që është në Shqipëri. Në momentin që ne pretendojmë që turizmi do rritet në Shqipëri, kjo lidhet automatikisht pasaj dhe me konsumin e produktit vendas, dhe produkti mund të rritet duke qenë të rinjtu, duke u kthyer dhe duke qëndruar ata që janë, duke u marrë me bujqësinë dhe patjetër që nëse kjo ndodh, ekonomia në Shqipëri do rritet shumë shpejt. Dhe kjo do të jetë një mundësi e mirë për të gjithë të rinj që janë tashmë mendojnë për të ikur, që nuk është zgjedhja e tij, zgjedhja është të qëndrosh edhe të punosh fort që ta çojmë Shqipërinë atje ku e meriton. Njeri që mund vi nga Gramsci, Dimbra, kudo qofshin, mund ta bëjë këtë biznes të Vlorë. Nëse ka dëshirë ta bëjë, janë mundësitë për ta bërë. Vetëm se njeriu duhet të ketë dëshirë që ta bëjë këtë punë. Krahas meje mund të marrë vreshta me qira në zonën këtu që njerëzit i lënë se normalisht për shkak të moshës dhe emigracionit që djemtë e tyre kanë ikur, ti mund të marrësh 4-5 parcela me qira dhe ti ketë ngritura që tani dhe ti mund të bësh verë që tani. Dhe në këtë lloj aspekti them që është shumë e rëndësishme që të investosh te burimet njerëzore për arsye se e ke feedback te puna jote, se s'bën. Nëse ti e mëson një punëtor mirë, atëherë ai është vlerë e biznesit tënd.